Në korrik të vitit 2026, Shqipëria pritet të ketë një kohë të ri zgjedhor. Të paktën sipas kalendarit të punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar, ku socialistët e demokratët miratuan planin me dakordsi. Projekti për financimin e partive politike, si një prej prioriteteve, pritet të përfundojë deri me 30 dhjetor 2025, ndërsa në mes të dhjetorit do të zhvillohet një tryezë kombëtare për partitë politike, OJF-t dhe ekspertët e ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias. Nga janari deri në qershor të vitit 2026, Komisioni do të trajtojë me faza të ndara të gjitha elementet e kodit të ri zgjedhor, listat e zgjedhësve, regjistrimin e subjekteve dhe kandidatëve, votimin e shtetasve jashtë vendit, përdorimin e burimeve shtetërore, administrimin e zgjedhjeve, teknologjinë e votimit, fushatën zgjedhore dhe financimin e saj, si dhe procedurat e ankimit administrativ dhe gjyqësor. Marrëveshja 5 qershorit duhet të reflektohet dhe ne duhet punojmë duke nisur nga ajo dakordsi politike. Nuk ka nevojë për të dytë për shumicën atyre çështjeve. Ishte më pas ndryshimi i sistemit zgjedhor që përmbyshti vlerën dhe produktin e asaj marrëveshje. Ndryshim në mënyrë të njëanshme. Synimi është që brenda afatit në mandatet që na ka dhënë Kuvendi, që është brenda qershor korrikut të vitit 2026, ne ta kemi draftin të miratuar, të dakordsuar për ta miratuar në parlament. Kuptohet ky është një komision bipartizan me veto nga secila parti kryesore, Pjesa më e gjatë e diskutimeve për sistemin zgjedhor dhe ndryshimet e mundshme territoriale do të zhvillohet nga nëntori 2025 deri në korrik 2026, periudhë gjatë së cilës grupi teknik i ekspertëve do të hartojë tekstet ligjore dhe do t'ia paraqesë komisionit për miratim. Deri në shkurt të vitit 2026 do të diskutohen në komision edhe zonat zgjedhore dhe mandatet për çdo zonë. Procesi përfundon në korrik të vitit 2026, ku pritet miratimi plot i kodit të ri zgjedhor dhe çdo projekt ligj ndihmës. Draftet do t'i tregohen për opinion edhe ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias, veçanërisht për çështjet ku nuk ka dakordësi politike.